Dhe rubrika jone përhershme të pathonat të kësaj jave vjen fare në fund për ju. Sonte jemi marrë me Adelina Ismailin, Blerim Destanin, Flori Mumajesin, Rezar Tashkurtën e të tjerë. I shohim vetëm pas pak. Këngëtarja që tash shumë vite po qëndron në skenën tonë Gili, do ta festoj 20 vjetorin e paraqitjes së albumit të saj të parë. Kjo natë do të festohet në mesin e familjarëve e kolegëve të këngëtarës, e do të shfaqet në natën e dytë të vitit të ri. Burimet tona kanë mësuar se aty do jem prezente edhe Nora Isrefi e Genta Ismaili, që së bashku me Gilin do ta këndojnë këngën Xixëllonja, Urime Gili. Pas përfoljeve të shumta që po bëhen për producentin nga Tirana, Flori Mumajezi, tani kemi mësuar edhe diçka interesante dhe kurioze rreth tij. Ai është në bisedime me televizionin botëror MTV, gjë që e bën atë një konkurrent për ta sjellur MTV në Shqipëri. Informatat më të hollëshme do t'i keni nga stafi ynë, sapo të definohet ndonjë gjë konkrete. Edhe Rezar Tashkurtës i ardhë rani. Jemi mësuar që shumicën e kohës ta shohim në foto me shoqërinë e kolegët. Kësaj radhe po ju sjellim disa foto të saj në shoqërinë e bashkëshortit, që në shtetin shqiptar ndoshta edhe nifet, por tek ne, Për më shumë, bashkëshorti i Rezit është Ermal Hoxha, nipi i ish-diktatorit Enver Hoxha. Diva shqiptare Adelina Ismaili u zgjua nga gjumi veror për të na bevasuar me një video që ndoshta shumë nuk e pritnin. Ajo pas hitit veror ku ma ke, vendosi që ta lancoj një këngë tjetër që ka të bëjë me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Kënga titullohet Skënderbej, që edhe u realizua me klip. Mirë po, kësaj radhe Adelina nuk ishte vendosur ta shfaqte veten, por klipi është i animuar dhe ka përmbajtje të fytyrave të njohura shqiptare, duke filluar nga Teuta, Gjergjeleza Alia, Isa Boletini, Nën Tereza, Adem Jashari e Ibrahim Rugova. Bravo Adelini, edhe pse kënga pak e vjetër, klipi shumë i mirë. Si duket futbollerit Gjerdan Shaqiri po i pëlqen kontakti me kosovar. Ai këtë radhë në rrjetin social në Twitter i është drejtuar ish reperit Ledri Vula duke e thirrur që të jetë prezent në ndeshjen e ekipës së Bayernit. Ekip kjo që pjesë të saj ka edhe shqiptarin Shaqiri. Ai këtë koment e dërgoi në murin e Ledrit, pasi që Ledri kishte thënë më herët, sonte Berlin. Por siç duket atij i pëlqeu thirrja e Gjerdanit, pasi që ja ka pëlqyer komentin. Briti në Shqipëri, princi Gjerman. Filmi shqiptar Koha e Kometës, që është një ndër filmat më të mirë kosovar, me datën 11 të këtij muaji, do të shfaqet në Amerikë, në festivalin e filmit amerikano-shqiptar, që mbahet në New York. Protagonisti i këtij filmi është aktori Blerim Destani, që prej tij në fund të vitit do të kemi edhe një projekt të ri filmik. Sa të kthehesh do të martohesh.